Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Aksidentet gjatë kryerjes së punëve sezonale janë shtuar gjatë kësaj periudhe në zonën e Gjirokastrës. Kjo bëhet e ditur nga urgjenca e Spitalit Rajonal Omer Nishani, ku një pjesë të dëmtuarve paraqiten për të marrë ndihmë. Bluzat e bardha bëjnë apel për rritjen e masave mbrojtëse. Prodhimi i lajthis po rritet në zonat rurale, fal punës së fermerëve dhe investimeve në kulturat bujqësore. Megjithatë, mungesa e tregut të qëndrueshëm mbetet problem për shitjen e prodhimit. Aktualisht në këtë qark kultivohen rreth 110 hektar me lajthi, me një prodhim vjetor rreth 250 ton. Vjollca Mezini është kthyer në një promovuese të punimeve tradicionale të qëndisjes, duke shndruar pasionin e saj në një aktivitet që punëson vajza dhe gra të zonës. Punimet me greb dhe motive gjirokastrite po gjejnë kërkesë në rritje, sidomos me zhvillimin e turizmit dhe hapjen e bujtinave, që synojnë arredime autentike. Një ekspozit me libra të shkëputur nga autorët gjirokastrit është çelur sot në ambientet e bibliotekës Apostol Meksi. Qëllimi i këtij organizimi, sipas punonjësve të këtij institucioni, është që brezi i ri të njihet me shkrimtarët e qytetit, pena e të cilëve ka shkruar për tematika të larmishme. Ju njohim tani më gjërësisht. Arsi Bako është shpallur fituesja e festivalit të pranverës duke triumfuar me këngën Humb. Nata finale risolli emocionet e munguara, gërshetuar me nostalgjinë dhe freskinë e të rinjve konkurrent. Në festivalin e pranverës e fiton Arsi Bako! Arsi Bako është shpallur fituesja e këtij edicioni të festivalit të pranverës në Radio Televizionin Shqiptar, duke triumfuar me këngën Humb. Pas një gare të fortë, ajo arriti të rrëmbejt çmimin e madh 2 dekada pas rikthimit të këtij festivali të rëndësishëm. Me një kombinim të votave, 60% të jurisë profesionale dhe 40% të asaj digjitale, këngëtarja fituese Arsi Bako grumbulloi 260 pikë dhe shkon automatikisht në festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar në fund të vitit. Jam shumë e lumtur. Mund të them që tani nga fundi edhe e prisja pak, po jam më tepër e lumtur për faktin që është një krijim i bërë nga unë. Pjesëmarrja në festivalin e pranverës në rikthimin e tij pas 2 dekadash, çfarë do thotë për ju? Është një peshë ekstrem e madhe për faktin që është rikthyer pas kaq vitesh dhe shpresoj që të jetë një auguri mbar për të ardhmen, që kjo sken të sjellë sa më shumë artistë të rinj dhe i uroj të gjithëve që çfarëdo lloj gjëje që të kenë brenda tyre të kenë mundësinë ta shprehin dhe pse jo të marrin pjesë në këtë festival. Në vend të dytë u rendit Herva Novaku me këngën Zemër në dy hap me 242 pikë, ndërsa në vend të tretë Jetë me Në derë do t'i qaj me 174 pikë. Nata e dytë e festivalit risolli emocionet e munguara, gërshetuar me nostalgjinë dhe freskinë e të rinjve konkurrent. Emra që lajnë gjurmë dhe kanë shkruar historinë e festivaleve të pranverës, si Aleksandër Gjoka, Frederik Ndoci, Irma Libohova, Rovena Dilo, Eneida Tarifa, Jonida Maliqi, Dashnor Diko dhe Reniz Gjoka, interpretuan hite që u kënduan në kor edhe nga publiku. Gjanë me lindjen e dielli, ju s'është evoluar. Një moment të veçantë në këtë mbrëmje ju kushtua 2 prej kompozitorëve më të njohur të muzikës shqiptare, Alfred Kaçinarit dhe Shpëtim Saraçit. Përmes një klipi të përgatitur enkas u rikujtuan krijimet e panumërta që mbajnë emrin e tyre dhe që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në muzikën shqiptare. Orkestracioni Alfred Kaçinari. Këndoi këngën e kompozitorit Alfred Kaçinari. Orkestroi Shpëtim Saraçi. Orkestroi Shpëtim Saraçi.
Rijetësimi i një prej ngjarjeve më të rëndësishme të muzikës në vend erdhi nën regjinë e Ermalbecit, kuruar në detaje nën skenografinë e Albi Çiflikut, qëndisur në çdo fjalë me skenar të Genci Saliut. Dyshja e moderatorëve, këngëtarja Bleona Qereti dhe aktori Nik Xhelilaj, me kiminë e pamatme mes tyre, bën për vete të gjithë publikun. Ndërsa interpretimi në sken i këngëtares Bleona Qereti emocionoi publikun në sallën e Teatrit të Operës dhe Baletit. Festivali i Pranverës premton rikthim vitin e ardhshëm. Tapeti i kuq dhe backstage i festivalit të Pranverës sjollën emocione të shumta, nga ethet e garës për artistët tek përjetimet e publikut, përmes intervistave ekskluzive dhe momenteve prapaskene, RTS përcolli magjinë e një prej ngjarjeve muzikore më të rëndësishme të muzikës shqiptare. Nga tapeti i kuq tek surprizat në backstage, festivali i Pranverës erdhi në përmasat e një spektakli madhështor me të gjitha elementet artistik të tij. Radio Televizioni Shqiptar solli ndjesi prej nostalgjisë, kujtimeve, por edhe bashkëkohësi muzikore për 2 net me radhë. Përjetimi u ndjej edhe nga publiku i shumtë që mbushi sallën e Teatrit të Operës dhe Baletit, ndërsa kaluan mbi tapetin e kuq, rrethuar me flat pranveror në një dekor plot ngjyra. Ideja e drejtoreshës së përgjithshme të Radio Televizionit Shqiptar Eni Vasili për ta rikthyer pas 20 vitesh këtë festival të këtyre përmasave u përqafua nga të gjithë. Festivali i Pranverës, edhe pse fjet 23 vite, në dijenin time shumë autor, kantautor, vetë maestrot Kaçinari dhe Saraçi në vite kanë kërkuar që ai të rikthehet. Vendimi për ta bërë këtë gjë është marrë bashkë me ta, ishte një ide ime sigurisht, po është marrë bashkë me ta u treguan shumë entuziast, por sigurisht që atëherë kanë pasur shumë përgjegjësi, se jemi duke rikthyer jo vetëm nostalgjinë, patjetër, por jemi duke krijuar edhe një mundësi të re për talentet, për kulturën. Është një investim i ri tek talentet e reja. Jam shumë e lumtur për si ka vajtur gjithë faza përgatitore edhe sigurisht finalja. A është një fillim i mbar gjysma e punës për ta nisur dhe për ta vijuar, le të themi, këtë rrugtim edhe në të ardhmen? Sigurisht shpresoj që kjo nisje të mos jetë një fillim për 2 net, të paktën në vizionin tim nuk është kështu. Festivali i Pranverës është në epokën e tij të tretë, ta quajmë kështu, përpara viteve 90, post viteve 90 dhe tani në këtë rikthim, dhe të mos mbaroj më, të jetë përgjithmonë. Rikthim edhe për artistët që u takuan me festivalin e Pranverës vite më parë, ndërsa kësaj here u ngjitën në skenë si të ftuar special. Ka qenë një urlise shumë dominante për festivalin e fundvitit, përgëzoj Radio Televizionin Shqiptar, gjithë stafin që mori përsipër këtë iniciativë. Ka pasur shumë dimensione festivali Pranverës. Nëse ne mund ta zhvillojmë nga pak vit për vit, është një mrekulli me këto kushtet që janë sot. Publiku i të gjitha grup moshave dhanë përshtypjet e tyre për këtë event muzikor, që Radio Televizioni Shqiptar të i çojë në çdo familje shqiptare. Impresionet ishin shumë të mira, këngëtarët ishin shumë të mirë. Surprizues, pranveror, energji shumë e mirë. Është një kënaqësi bile, prandaj vime i shohim edhe të kalumen ton, edhe perinin. Më plotson një hapësirë, një boshllok që do duhet ta kisha në memorien time. Shumë excited që të jem pjesë e saj, është ime e parë këtu. Në moderimin e Migena Krajës dhe Andri Gjaut në RTS2, artistët pjesëmarrës ndalën emocionet, pritshmëritë e historitë e tyre personale, por magjia nuk u ndal vetëm në tapetin e kuq. Një hap larg skenës, Andri Gjaut dhe Antoneta Koçi sollën për publikun emocionet e backstage-it, duke rikthyer prapaskenën në një dritare të veçantë të asaj që ndodh përtej perdes së spektaklit. Festivali i Pranverës hapi një tjetër kapitull në këtë rrugtim të ri të tij. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro bëri të ditur sot se janë përmbyllur përgatitjet për provimin e radhës të maturës shtetërore. Atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë që zhvillohet nesër. Pas mbledhjes së fillim javës me 52 zyrat vendore të arsimit, drejtoritë rajonale dhe komunitetin e organizimit të maturës shtetërore, ministria njoftoi se ka përfunduar procesi i hartimit të tezës dhe ka nisur shpërndarja e materialeve të provimit bashkë me postën shqiptare dhe policinë e shtetit. Sigurisht ka mbaruar tashmë procesi i hartimit të tezës, të cilët dua t'i falenderoj anëtarët e Komisionit të Hartimit të Tezës të izoluar prej ditësh në këtë proces, dhe ka filluar shpërndarja e kutive në një bashkëpunim të plot me postën edhe me policinë e shtetit në të gjitha zyrat arsimore, për të bërë gati nesër në mëngjes për provimin e radhës, atë të gjuhës shqipe dhe të letërsisë. Tema e mbledhjes sot ishte jo vetëm përgatitja e të gjithë këtij ekipi të madh
2.000 e më shumë administratorë të procesit provimit që janë mësues, 170 monitorues nga Ministria e Arsimit dhe Agjencitë e Varësisë, 650 vlerësues do të marrin pasaj stafetën për të bërë vlerësimin e tezave dhe të rezultateve të provimit, por meraku më i madh është gjithë procesi i komunikimit me administratorët, prindrit, mësuesët kujdestar edhe vetë maturantët. Është shumë e rëndësishme që të kemi dhe nesër një proces po aq të suksesshëm sa java e kaluar dhe të kujtojmë që nuk duhet në asnjë mënyrë të shkelim rregullat. Penalitetet do të jenë edhe më të rrepta këtë vit. Me keqardhje duhet ta them që në javën e kaluar 2 maturant i shkelën rregullat dhe arritën të futen me celular, por u kapën në kohë reale nga administratorët e provimit. Ata u penalizuan, janë përjashtuar nga sezoni i provimeve, me shumë keqardhje them këtë, dhe duhet që askush të mos të bëj këtë eksperiment sepse pasojat janë të rënda. Dhe do të jenë pasojat ndëshkuese jo vetëm për nxënësit që do të shkelin rregullat, por edhe për administratorët në rast se do të vërtetohet që do të jenë pjesë e përgjegjësisë. E rëndësishme është që këtë sfidë ta kalojmë të gjithë së bashku. Unë jam e bindur që 26.600 maturantët që marrin pjesë në provime janë të shkëlqyer, janë të përgatitur, kanë bërë gjithë punën e tyre, tani ngelet etapa e fundit. Uroj me gjithë zemër suksese dhe nesër të kemi po aq një ditë të suksesshme. Shumë faleminderit gjithëve për gjithë angazhimin që kemi pasur ditë e natë, e them ditë e natë, sepse deri në orët e vona sonte ne do të jemi në territor për të bërë gati qendrat dhe nesër që pak virë do të fillojë shpërndarja e tezës. Aksidentet gjatë kryerjeve të punëve sezonale janë shtuar kësaj periudhe në zonën e Gjirokastrës. Kjo bëhet e ditur nga urgjenca e spitalit rajonal Omer Nishani, ku një pjesë të dëmtuarve paraqiten për të marrë ndihmë. Bluzat e bardha bëjnë apel për rritjen e masave mbrojtëse. Me ardhjen e pranverës, urgjencën e spitalit të Gjirokastrës janë shtuar edhe rastet që kanë kërkuar ndihmë nga dëmtimet që kanë pësuar gjatë punëve, kryesisht në banesa. Këto aksidente vlerësohen të rrezikshme nga bluzat e bardha, kryesisht për moshat e treta që e kanë edhe të vështirë të rikuperohen. Njerëz që kanë rënë nga lartësia, kanë rënë nga pema, kanë rënë nga shkalla, kryesisht një pjesë e tyre ka qenë dhe mosha të tretë, të cilët përmbajnë një risk, domethënë nëse njëri mund të pësojë një aksident edhe për ai domethënë ka një farë avantazhi duke qenë i ri, por kur je moshë e tretë dhe sidomos mbi 60 që fillojnë këto proceset e trup, fillon osteoporoza, trupi nuk është më ai trupi 20 vjeçarit, edhe ka riske të mëdha, domethënë një rënje, një goditje që mund të lojë me një pasojë edhe rikuperimi nëse ti nuk patë ndonjë problem, do jetë më gjatë, kështu që të japi një kujdes dhe kur bëjnë këto punë, se kemi pasur shumë raste që vetë pacientët ose qytetarët kanë thënë që tëra ka ndodhur nga një pakujdesi e vogël dhe ata kanë qenë konshient, domethënë një pakujdesi e vogël të mund të kushtojë ty do më javë të tërë në spital, riskje me shëndetin, edhe ato tërë kosto që shoqëron këtë. Për të shmangur aksidentet të tilla, duhet i kushtohet rëndësi marrjes së masave mbrojtëse. Kjo është këshilla që vjen nga mjeku Bledar Çela. Është gjë e mirë që njerëzit janë aktiv, del me punë, me të tëra gjërat, po të kushtojnë një rëndësi dhe sigurisë në punë, domethënë që ka shumë rëndësi, domethënë të tërë ata që merren me punët e stinës, Pasi ky fenomen është në këto muaj, në fund të prillit, maj, qershor, domethënë të tërë këta që merren me punë, kemi gjithë një aksidente në punë nga qytetarë që bëjnë këto punë të shtëpisë në kopshte, në penë, të tëra gjërat që ka sezoni. Duhet kemi dhe kujdes të tërë që punojnë me troho, se punojnë me aparatura. Duhet të marrin syzat përkatëse që ndodhen dhe që janë në qarkullim për të mbrojtur syt, se kemi pasur shumë raste, shumë qytetarë që kanë punuar dhe kanë qenë vetë koshient, domethënë, dhe kanë ardhur një diver edhe në orët e vona të natës, pasi nuk kanë mbajtur mjekët mbrojtëse, nuk kanë vënë syzat, edhe të cilat janë syza apostafat që mbahen, qoftë dhe në rastet kur pret barin ose kur bën punë të tjera. Me shtimin e fluksit turistik në Gjirokastër, gjatë kësaj periudhe janë shtuar edhe aksidentet rrugor, ku përfshihen jo vetëm ata që nuk zbatojnë rregullat e qarkullimit, por edhe vizitorët që nuk e njohin mirë zonën.
Qytetarët e Gjirokastrës zhvilluan një tubim solidarizues në mbështetje të protestës që po mbahet në Tiranë kundër ndërtimeve në zonën e Zvërnecit dhe në zona të tjera të mbrojtura natyrore. Tubimi nisi në sheshin Çerçistopulli, ndërsa më pas pjesëmarrësit marshuan drejt pazarit karakteristik të qytetit. Pjesëmarrësit kërkuan respektimin e legjislacionit në fuqi dhe ruajtjen e vlerave natyrore. Tubimi në Gjirokastër u zhvillua në kuadër të një serie aktivitetesh të ngjashme që janë organizuar edhe në qytete të tjera të vendit pas protestave të zhvilluara në Zvërnec e Tiranë. Prodhimi i lajthes po rritet në zonat rurale, fal punës së fermerëve dhe investimeve në kulturat bujqësore. Megjithatë, mungesa një tregu të qëndrueshëm mbetet problem për shitjen e prodhimit. Aktualisht në këtë qark kultivohen rreth 110 hektar me lajthi me një prodhim vjetor rreth 250 ton. Lajthia po kthehet gjithnjë më shumë në një kulturë bujqësore me potencial në qarkun e Gjirokastrës. Aktualisht në këtë qark kultivohen rreth 110 hektar me lajthi, nga të cilat sigurohen afërsisht 250 ton prodhim në vit. Megjithse prodhimi ka shënuar një rritje dhe interesi fermerëve për këtë kulturë mbetet i lartë, sfidat nuk mungojnë. Problemi më i madh me të cilën përballen kultivuesit është mungesa një tregu të sigurt për shitjen e prodhimit. Kjo situatë i detyron fermerët të përballen me vështirësi në tregëtim dhe shpeshherë me çmimet që nuk përputhen me mundin dhe investimet e tyre. Kemi 1200 rënj lajthi, u shërbejmë me plerime, me spërkatje të gjitha shërbimet, vjen puna e shitjes, neve bëhemi pesimist, nuk na ecën prodhimi, edhe nuk dim se si do vej, si vjet, të shojmë si vjet. Dikush e me çmimin më të ulët, sepse s'kan fëmijët edhe detyrojnë pleqt, vjen e i marrin. Detyrojnë edhe të tjerë pasaj, ta shesin po me atë çmim. Ku shfitimi? Duhet të ketë një rregullator, një pikë grumbullimi, dhe ne jemi më të lirë dhe më shumë ashtu do të punojmë më tepër shërbim të bëjmë prodhimit. Edhe në fitimin tonë, edhe ata që do t'i grumbullojnë, prapë do kenë cilësinë e mirë. Lajthi ka Gjirokastra ka jashtëmase, ka kultivuar shumë, ka dhe prodhim dhe jemi të pakënaqur, them se të gjithë. Edhe unë them për vetë time, po edhe të tjerët besoj janë dhe, sepse ne nuk kemi pikë grumbullimi. Vjen njëri në Tirana dhe ai na merr kur të doj, me çmim si të doj, do të thënë jemi aq të përbuzuve, mi lutemi atje sikur ne prodhimin e kemi skarso fare, jo që kemi prodhim shumë të mirë të gjithë. Po e shet me vështirësi, po e shet edhe me çmim më shumë të ulët nga ç'duhet ta shesh, sepse ka kosto të lartë lajthia. Do 10 punëtor në sezon, kur e mbledh lajthin, dhe del me kurse të tjera të i mbledhim dhe vetë. Kurse lajthia është me probleme. Nuk e di si do vej, si vjetë, nuk e di, base del edhe i tjetër që të mbledhi. Përfaqësues të sektorit të bujqësisë vlerësojnë se një mbështetje më e madhe financiare dhe krijimi një mekanizmi që garanton tregun do të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin e këtij sektori. Sipas specialistit të bujqësisë Balil Bineri, rikthimi i skemës IPARD do të ishte një mundësi e rëndësishme për fermerët. Shpresojmë shumë tek IPARD-i, është një problem që e ka frenuar zhvillimin e bujqësisë, qoftë edhe në rajonin tonë, për disa produkte, janë disa, pavarësisht se janë disa nga këta prodhuesit e misrit që në rajonin tonë janë prodhues të mëdhenj, kanë bërë disa hapa, po sidoqoftë nuk është zgjidhur përfundimisht as edhe tek misri, ndërsa tek produktet e tjera ky problem është plotësisht i ekspozuar dhe pa një zgjidhje konkrete. Të shpresojmë që me hapjen e thirrjes së ardhshme të IPARD-it, që mund të jetë e shpejtë, të zgjidhet edhe ky problem. Fermerët theksojnë se pa një treg të qëndrueshëm dhe pa politika mbështetëse, potenciali i lajthisë në qarkun e Gjirokastrës rrezikon të mos shfrytëzohet plotësisht. Megjithse emigracioni ka reduktuar numrin e banorëve, në Vrisera bujqësia mbetet pjesë e jetës së përditshme. Fermerët vijojnë të kultivojnë zarzavate dhe vreshta, duke siguruar të ardhura dhe duke mbajtur gjallë traditën bujqësore të kësaj zone. Lëvizjet demografike të viteve të fundit në fshatrat e Dropullit kanë krijuar një situatë tjetër. Mund të kenë shenja të braktisjes, por kanë nxitur banorët e mbetur të punojnë dhe të mundohen për mbijetesë. Tradicionalisht banorët e zonës kanë qenë dhe janë njerëz punëtor. Jo vetëm sigurojnë zarzavatet e stinës, duke punuar kopshtin e tyre, por ndihmojnë edhe fëmijët, të cilët kanë emigruar në Greqi.
Kur jenë në fshat, kur thua do kaloj në fshat, do dhuroj pjesën tjetër të jetës sa më takon, se sa do Perëndia, thamë që të kthej me gruan, vendosëm që të kthehesh, por që të kthehesh në fshat duhet të bësh diçka. Çfarë keni mbjell? Ne kemi mbjell të gjitha frutat dhe perimet që bën në zonën tonë. Çfarë për shembull? Nisëm nga patatja dhe domatja, nga qepa, nga hudhra, nga çfarë bëhet këtu, kupton të gjitha specat, kungujt, trangujt, të gjitha këto që bën këtu. Kam edhe perim, edhe fruta, kam 123 fruta nga 5-6 lloj çdo frutë. Do të thënë, kam pula, kam pata. Kjo ju ndihmon juve në ekonominë familjare? Patjetër. Dhe që kemi prodhimin tonë dhe gëzojmë për atë, nuk shkojmë të blejmë gjërat, nuk blejmë do më thënë vezet, qepët e gjitha këto, edhe frutat, bëjmë marmeladë, bëjmë recel, bëjmë... Në të jenin tuaj, ka dhe banorë të tjerë në fshat që kultivojnë perime për nevojat e familjes? Ata që kanë vendosur që të kthehen në fshat, të gjithë janë një moshë 70 mesatarja që janë kthyer, edhe të gjithë kanë një pjesë, dikush më shumë, dikush më pak. Për këtë moment kemi mbjell nga të tëra gjërat të sezonit. Për të thënë është që kemi marrë prodhimin e parë të patates edhe të sallatorit. Veç që këtyre kemi qep, kishim bath, tani kemi domate, patrigjane, speca, fasule, për nevojat tona të shtëpisë. Edhe fëmijët tanë që janë krijojnë mundësira që për t'i ndihmuar, se janë gjëra të freskëta, jo se nuk kanë lekë për t'i blerë atje, po është prodhimi jonë dhe kemi edhe neve atë nga botëkoptimin tonë që familjen të ushqejmë me produktet tona. Njëkohësisht, banorët e fshatit Vresara kultivojnë edhe vrestarin, prandaj dhe konsiderojnë në żargonin popullor si nikoqirët e krahinës së Dropullit. Ripopullimi i ujrave të brendshme me rasete peshku mbështetet edhe këtë vit përmes skemës kombëtare 2026, një mas që synon zhvillimin e sektorit të akvakulturës në vend. Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural bën të ditur se subjektet e interesuara mund të përfitojnë mbështetje financiare për blerjen e rasetave të peshkut që përdoren për riprodhimin e liqeneve, rezervuarve dhe ujrave të tjera të brendshme. Sipas skemës, financimi mbulon 50% të vlerës së faturave tatimore të paraqitura nga aplikantët, ndërsa vlera maksimale e mbështetjes arrin deri në 200.000 lekë për çdo subjekt fitues. Kjo mas konsiderohet e rëndësishme për ruajtjen dhe shtimin e fondit peshkor në ujrat e brendshme, duke kontribuar në balancën ekologjike dhe në rritjen e potencialit prodhues të sektorit. Mbështetja financiare synon gjithashtu të rrisë investimet në aktivitetet e akvakulturës dhe të krijojë mundësi më të mira ekonomike për operatorët që veprojnë në këtë fushë. AZBR bën të ditur se procesi i aplikimit është i hapur dhe ju kërkon të interesuarve të përfitojnë nga kjo mundësi mbështetjeje. Për informacione shtesë dhe asistencë teknike gjatë aplikimit, fermerët dhe subjektet mund t'i drejtohen agropikave ose zyrave rajonale të bujqësisë në të gjithë vendin. Skema kombëtare 2026 përbën një nga instrumentet kryesor të mbështetjes në bujqësi dhe zhvillim rural, duke financuar 9 masa mbështetëse dhe 3 skema investimi që synojnë rritjen e prodhimit, përmirësimin e konkurencës dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Vjollca Mezini është kthyer në një promovuese të punimeve tradicionale të qëndisjes, duke shndruar pasionin e saj në një aktivitet që punëson vajza dhe gratë të zonës. Punimet me grep dhe motive gjirokastrite po gjejnë kërkesë në rritje, sidomos me zhvillimin e turizmit dhe hapjen e bujtinave që synojnë arredime autentike. Përmes kësaj pune, tradita po ruhet dhe po shndrohet në një mundësi ekonomike. Për më shumë se 3 dekada, Vjollca Mezini i është përkushtuar artit të qëndisjes tradicionale duke realizuar me mjeshtëri punime tantelle dhe krijime të ndryshme tekstile. Pasioni për këtë zanat lindi në fëmijëri, kur ajo
hodhi hapat e parë në qëndistari, e ndërsa me kalimin e viteve u shëndrua në një nga artizanet më të njohura të Gjirokastrës. Punimet e saj vazhdojnë të tërheqin interesin e vizitorëve vendas dhe të huaj. Ka shumë vizitor, e pëlqejnë shumë pazarin e Gjirokastrës, pëlqejnë punimet tona. Një kërkesë nga të gjitha kërkesat edhe reagimi turistëve është sepse pyesin vazhdimisht a janë produkte vendase apo a janë produkte të huaja. Është një kërkesë e madhe të huajve që duan produkte vendase, të prodhuara këtu, që janë shumë të pakta dyqanet që prodhojnë punime dore tamam. Dhe në këtë, unë në dyqanin tim ja u afroj turistëve duke parë se si bëhet një punëtore, si fillohet, hapat që duhen ndjekur për të punuar një punë të dorës dhe deri në përfundim të saj. Këto 3-4 vjetët e fundit ka shumë kërkesa, thuaj se nga dyqani jonë janë arreduar 70% e hoteleve në Gjirokastër, në Përmet, në Sarand, ka shumë kërkesa sepse të gjitha në përgjithësi shtëpitë që rregullohen dhe hotelet që bëhen kanë kërkesa që të kalojnë përsëritje tradicionale. Kërkesat e shumta për punimet e dorës, përfshirë edhe ato nga jashtë vendit, e kanë shtyr Vjollcën të punësoj gra të tjera. Ajo bashkëpunon me artizane nga disa qytete të Shqipërisë duke siguruar vazhdimësinë e prodhimit dhe ruajtjen e këtij zanati. Kam gra që janë të moshuara, janë të dala në pension shumica, punojnë në shtëpia. Ndihmojnë për mua dhe ndihmojnë dhe veten e tyre për të plotësuar ato nevojat e tyre me pensionin e tyre që kanë. Megjithatë, mjeshtria shpreh shqetësimin se gjithnjë më pak vajza të reja po orientohen drejt këtij zanati, sipas saj mungesa e brezit të ri që të trashëgojë këtë mjeshtëri rrezikon që një pjesë e rëndësishme e traditës gjirokastrite të humbas me kalimin e kohës. Vajzat e reja nuk punojnë sot, që unë e kam bërë dhe në rrjetet sociale kërkesë dhe shumë herë dhe nëpërmjet jush që duhet të vinë vajzat e reja të mësojnë, të punojnë, sepse ne kemi nevojë për krah pune për vajza që të punojnë, por është shumë e vështirë. Qëndisja karakteristike mbetet një nga zanatet më të çmuara dhe përfaqësuese të trashëgimisë artizanale të Gjirokastrës, duke ruajtur identitetin dhe vlerat kulturore të qytetit. Një ekspozit me libra të shkëputur nga autorët Gjirokastrit është çelur sot në ambientet e bibliotekës Apostol Meksi. Qëllimi i këtij organizimi, sipas punonjësve të këtij institucioni, është që brezi i ri të njihet me shkrimtarët e qytetit, pena e të cilëve ka shkruar për tematika të larmishme. Në këtë stend, Biblioteka Apostol Meksi ka radhitur vepra nga krijimtaria letrare e shkrimtarëve Gjirokastrit. Pena Gjirokastrite titullohet ekspozita e çelur sot në ambientet e saj me qëllim promovimin e tyre te brezat e rinj. Në të zënë vend emra të njohur të letërsisë shqipe si Eqrem Çabej, Ismail Kadare, Musine Kokalari e deri tek ata të ditëve të sotme. Vepra e të cilëve sipas punonjësve të bibliotekës duhet të njihet dhe të tërhiqet nga lexuesi. Në ekspozit janë paraqitur gjithë autorët Gjirokastrit, ku kanë shkruar biografi, libra historik, artistik, romane, poezi, libra kushtuar krahinave të Gjirokastrës. Autorët e përfshirë në ekspozit janë që nga emrat e mëdhenj, Eqrem Çabej, Andonza Koçajupi, Zini Sako, Urani Rumbo, Ismail Kadare, Lefter Dilo, Musine Kokalari, Tasim Gjokutaj e deri te shkrimtarët e sotëm. Qëllimi i kësaj ekspozite është që lexuesi të njihet me autorët vendas, ku krijimtaria dhe kontributi i tyre nuk është i pakët në letërsinë shqipe. Ekspozita do të jetë e çelur deri në fund të kësaj jave në ambientet e bibliotekës së qytetit të Gusht. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshi.